Te televizionit tanë, jemi sërish pra me katrorin tashmë në studio me musafirin e ditës. Sot në First Channel është një mik i televizionit tonë i cili është rregullisht këtu pranë neve, sot pak i frustrum, është me neve Gani Geci. Mirë. Si e Gani? Si po ndihesh? Dhe i tash bone zhurmë, nuk je i kënaqur me këtë që ka ndodhur sot në parlament? Po, e mira e gjithë asaj që ka ndodhur sot në këtë parlament është që qeveria e PDK-s do t'jetë vetëm interesat mua në zgjedhjet, mendoj unë këtë. Nëse e keqja e saj është që LDK ka hangrat karremin e PDK-s që mos me rrëzu qeverinë, po me rrëzu qeveria kuvendin, që për mua ka qenë e papranueshme për shkak se nuk ka pas faj kuvendi në Republikën e Kosovës, po faj ka pas përfshirje që i ka ndodhur këtij vendi qeveria e Republikës së Kosovës dhe është dashur që të rrëzohet qeveria e Republikës së Kosovës. Faktikisht është bon një diçka Hoxhalia Ali Hoxha. Me që ishte situata e tillë, u votu me 90 diçka vota për shpërbarjen e kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në zgjedhjet e ardhshme të shohim se si po shkon. Liga Demokratike e Kosovës është në farforme për gjitha nënshkrimet që i ka bën me PDK-n, sa ka funksionuar ai nënshkrimi që ka bën, sepse në vitin 2010 kemi pas një marrëveshje me PDK-n që brenda një viti të bëhet ligji për zgjedhje, të bëhet ndryshimi i kushtetutës dhe presidenti zgjedhet me votën e popullit. Nuk ndodhe ajo. Mandej prap Liga Demokratike e Kosovës në marrëveshje me Hashim Thaçin prap gaboi dhe tha që do të rrezohet kuvendi para disa ditë dhe nuk mujti. Mandej kjo marrëveshje e fundit është që faktikisht do të po shoja se do të rrezohet kuvendi i Republikës së Kosovës të jo qeveria, funksionon kjo sepse partitë opozitare ishin para oktit krym, mos me votu do të thotë shpërblyen kuvendet mbi këtë sigurinë me qeverinë dhe me votu u dike që është një marrëveshje mes dy liderëve dhe është vazhduar që mos të ketë ndonjë marrëveshje në çeft, siç po flitet që presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Sa Mustafa, ndoshta edhe Ramush Haradini, kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës. Mund të jetë edhe kjo, sepse Kosovën e pret një valë nxehtë në zgjedhjet e ardhshme ose në vitin e ardhshëm ose në 2 vitet e ardhshme dhe mund të jetë kjo për me qetësu gjaknat që ata njerëz që janë kriminalë ose që kanë bërë për kriminale, kush do të qofshin ata, mund të përballen me drejtsinë ndërkombëtare apo dhe me drejtsinë e Kosovës. Dhe kjo mund të jetë një prej arsyeve që bashkia ndërkombëtare nuk është e interesuar që në Kosovë të del jashtë banorëve të normale apo veteranë e luftës të kërcënojnë se nëse na morrin filan patriotin na kena mi koll Kosovën dhe kjo mund të jetë arsye që për mos më koll Kosova me konqeveri të 3 partitë politike. A ke ndjek me vëmendje sot kuvendin? Prej fillimit deri në mbarim. Çfarë përshtypjet kanë dhënë deputetët që kanë folur sot dhe a mendon që ka qenë një muhabet i thotë kot mos i kot derisa s'ka ardhur votimi? Mu më mori mendja që nuk do të rrethohet në fillim kur pash diskutimet. Se ishin situata ishte atill që 3 grupet parlamentare që ishte vetëvendosja AK-ja, po edhe AKR-ja, në një farforme ishin kundër asaj që ishte mbrojnë mes të LDK-s dhe PDK-s, po në fund, si duket kur Behçet Pacolli përfundoi ajo muhabeti i AKR-s dhe përfundoi edhe ajo përshtypja ime që nuk do të mbrihen të atë 2 vota, kur e pash Behçet Pacollin qartë dhe u gjën aty përballë kryeministrit të Republikës së Kosovës për shkak se kjo ishte një marrëveshje e marrëshme ishte mes Behçet Pacollit, PDK-s, Hashim Thaçit dhe Sa Mustafas dhe më mori mendja që do të përfundon sot gjithçka. Kështu ishte përshtypja ime kur i pash këto. Megjithatë, ato diskutimet që ishin në fillim edhe ta AKS edhe vetëvendosjes ishin sa përthyje faqe, sepse u pa në fundit që kjo do të përfundoj sot. Më mirë është sot se me shty, kjo kon edhe më të edhe aty në tjerëve që ishin kundër, po në politik, për që ata për ishin polietik, që do të shumë ftyrë dhe ishtë vështirë me qëndru në polietik ata që janë me një ftyrë. Me qenë se keni shumë kritika për LDK-n në veprimin e saj në përgjithësi, a jeni pjesë e LDK-s apo jo?
Unë në prej fillimit partia e parë që jemi konë është Lija Demokratike për jetë parë që kemi bo në janë tërsim dikun në Lija Demokratike. Nuk në kanë lonë asë në lidhën realiste, të në asë në lonë asë babën, asë neve, sepse kemi qenë parti familje reakcionare, balistike, në thëshin atërë dhe kemi qenë edhe kulak. Po më gjithat, unë si ka qenë kryetari forumit në Nord LDK dhe në Skëndraj, kur ka qenë presidenti Rizgo, asë gjatë luftës, e kom pas këtë post, dhe na njëherë, gjithëherë kemi një vetën si pjesë të LDK-s presidenti Rizgo. Mas dhe këtë presidenti Rizgo, ka ndodhë në Lija Demokratike dhe dihet botërisht që disa njerëz që tash janë pjesë e LDK-s, ata kanë shale dhe kanë shale presidenti Rizgo, tash janë nënkryetarët e LDK-s dhe ne kemi qenë kundër këtyne, kemi qenë kundër vrasjeve të pas luftës që i kanë ndodhur LDK-s dhe me shumë shpirt kemi luftu që kriminalët që i kanë vrarë anëtarët e Lijës Demokratike të dalin para drejtësisë. Kemi mri që një pjesë tyre të qesën para drejtësisë. Dhe besojmë që në vitet ashme do të mërim edhe një pjesë tjetër të qesën para drejtësisë për shkak se valloj gjose që kemë bona kanë vrarë. Unë po do mi përmend vetëm disa vrasje që kanë ndodhur në Drënic, që është nipi Ahmed Ali, është Azem Ahmeti i vrarë, vetëm se ka thonë që jemi në gjallë kullën Ahmed Ali, shëritin kam i prej plaku, Ibrahim Rugova. Dhe tash s'është gjallë ma vrarë natën. Mandej u vrarë nipi e Shaba Pëlluzhës, Bekim Kastrati ka qenë i familjes Shaba Pëlluzhës. U vrarë dhe ai, ka qenë edhe gazetari botës sot. Mandej u vrarë nipi baraktarit Laushve, zotin e ka pështu 2 vllazit, më jeni plagu edhe unë edhe soti. U vrarë Besim Dajaku, truptoi presidenti Trugovës, një pedjeme më të trima që ka postë më të mirë Drënica. U vrarë Hakim Meri, një arsimtar i gjuhës angleze, një profesor i mirë, një kryetari, një ndege. U vrarë Jafer Behrami, një pej burrave që ka qenë edhe drejtor shkolle në fshatin Qubrel. U vrarë edhe djali i tij, e u plagu vllavi i tij, dhe thotë janë në Drënic këto vrasje që mos kanë pas absolutisht lidhje që këta thirrëshin kanë herë, jo kanë qenë me Serbi, këta kanë qenë familjet më të mëdha, më të fuqishme në Drënic, dhe janë vrarë mund për shkak politik. As nuk e këna shty me gjën kuj, as veç se në kome Ibrahim Rugova, ne këna nimu Ibrahim Rugova për shkaqe politike në ka vrarë tonë. Unë jam gjallë, se e kom pas ymnin. Dosa ata tjerë që janë gjallë dhe që jam unë me ymër, që ata, për që ta djem që i përmenda, Allah, i sot jam gjallë, kam punu para drejtësisë me qitë. Kam punu dhe i sot, edhe i kom ullë, da që su ëllëshin heqë. S'kesh kush që i ullë, Allah, po ëllëshin kur për rëkësori. Edhe ata. Tash, unë jam i gaqëm për para drejtësisë me dalë edhe për vetën time, kohë që unë kam bënë e gabim, sepse se cili njeri që se kërkon drejtësi për këtë kanë dhe nuk kërkon drejtësi për vete, ai s'është adhe normal. Prandaj, unë jam i gaqëm në se cilin moment, kushdo qoftë pej drejtësisë Republikës Kosovës apo drejtësisë ndërkombëtare, kërkon prej meje që t'ulem në bankën të akuzurit, apo unë do t'jetë të tërhiqem për çdo aktiviteti politik. Në të moment, çdo aktivitet politik unë e pushoj jo sikur, dhe unë do të marr asnjë avokat heq, as kam i marrë ata anglez, as amerikan, as francez, as heq, as shqiptar heq. Në bazë detyre zyrtare, kushdo që t'jenë. Dhe thotë nëse sepse s'kam edhe pare, po edhe pas se kam ndërmend. A jeni të folë për gjykatën speciale të cilën... Po edhe për gjykatën speciale po flas. Nëse dikush më bën... I den do t'jem. Deri në pikën e fundit. Sepse fundi gjykata speciale do t'jetë edhe ne do të shpërlahemi, ne komandantë fundi do të lahemi, ose jemi ose s'jemi fajtor. Kosova do të heket barë. Dhe nuk mundet për pa dalë për para drejtësisë me heket barë të madhe që po na vishet si ushtrisë ligjore të Kosovës dhe si popull Kosovës. Dhe nuk kemi më mundësi që për disa individ, qoftë edhe për mua ose për këtë qoftë tjetër, Kosova ose ju të mani barë dhe fëmijët e ju të majnë barë që ne të vanohemi në procese për integrime eurale atlantike. Prandaj unë jam i gatshëm. Ndërsa tash kemi pak vështirë të shohim se si do të rrjedhin 1.5 miliardë ka qeveria e Republikës Kosovës, partitë politike kanë shumë pak pare për me bërë fushat. Dhe qeveria e Republikës Kosovës deri me tani faktikisht është mësuar që ka bën fushat jashtëzakonisht të fortë me parat buxhetit të Kosovës.
Ndërsa të tjerët, sikur kanë hesht, sikur kanë shti vesh në lesh, dhe nuk kanë dasht, apo nuk kanë ditë, unë nuk e di, që ti kundërvijen se këtu nuk janë pare, as qeverisë Republikës Kosovës taksa pabuzve. Dhe as ma keq, qeveria Republikës Kosovës e bjen një ligj, me i mbrojt disa kriminal që mund t'jenë të akuzuar, sepse asa ta se din kusht mund t'jetë, po asun se di, dhe që edhe me i mbrojt, dikon që mund t'jetë i akuzuar. Ne mund të bëjmë, dhe më thënë është kodi penali Kosovës, se nëse dikush është i pafajshëm, do shpërblimi i jepet, po jo dhe tash më shku me pagu rrugën, më shku dikuj, më shku mi po ato që janë bërë, dhe më thënë kjo është e pamëndshme. Po qeveria bën këto. Ndërsa nga Liga Demokratike e Kosovës, po edhe nga partitë tjera nuk bojnë zonë, thotë që s'pëndodhë kur gjë me paret edhe tuat edhe të mijat, faktikisht edhe gjithë qytetarët Kosovës, sepse TVSH-ja paguhet për mbush buxhetin. Me paret buxhetin me mbroj disa kriminal, dhe ata më na pengu më shku në integrime euroatlantike, kjo duket e pakuptim. Do t'jeni pjesë e listës në këtë zgjedhje, do t'jeni pjesë e listës? Thëmë sinqerisht, ne kemi shpreh vullnetin tonë dhe më herët, ne kemi pas 16 në ndeg të LDD-s që e kemi kthy në LDK. Dhe kur është bon kthimi apo i vullnetshëm në ndegve të LDD-s në LDK, vlla jam ka qenë nënkryetar, Fadili ka qenë nënkryetar i LDD-s. Dhe arsyeja ka qenë se ne jemi rrit me LDK-n. Dhe se për më shku në një parti tjetër, ne kthehemi në shpinë që jemi konë. Në që do të si mërë një vendim që më shku me bo një koalicion me AK, dhe ne mërë një vendim që gjitha në ndekt edhe dekt tona që i kemi, ose që në kam pështet, të jemi në LDK dhe ka pas sukses. Unë do t'i përmeni vetëm sukseset, kësaj radhe, sepse ekziston mundësia ma vënd t'i përmeni të këshia dikuj, sot do t'i përmeni vishë mirët, edhe Isa Mustafës edhe tjerve, për me kuptu që unë jam institucionalist. Dhe sukseset kanë qenë të zonë Gjilani, momentin e bashkimit të LDD-s me LDK-n ka fitu Gjilani, në momentin e bashkimit në Viti ka fitu Vitia, në momentin e bashkimit të LDD-s në Ferizaj ka fitu Ferizaj, në momentin e bashkimit në Pej ka fitu Peja, dhe më thënë janë këto komunat jashtëzakonisht fuqishme që bashkimi i LDD-s me LDK-n ka profitore. Dhe LDK-ja nuk ka nevoj për asnjë koalicion me kërkan. LDK-ja ka nevoj me bashku copat. Edhe ku janë copat? Kush janë copat e LDK-s? Një copa e LDK-s është vetë Fatmir Sediu. Nëse menon dikush që sa pjesë e LDK-s Fatmir Sediu gabon, se Fatmir Sediu ka qenë sekretar organizativ i Lidhjes Demokratike në kohën president Rugova, dhe kjo është e vërtetë, s'mund ta kërkosh sa. Një pjesë e LDK-s është edhe lista e Ibrahim Rugovës. Në mund të jenë 500 vota, 1.000, 10.000, po është pjesë. Një pjesë e LDK-s është vetë LDD-ja, vetë në Qadaci, Lulzim Zaneli, është copë. Po një pjesë e LDK-s janë edhe ata që kanë shku në AK, Miliadet Ramkolli, Tom Hajdari, janë pjesë e LDK-s, dhe një pjesë e madhe e LDK-s është edhe LDD-ja e Skënderajt, që bashkimi i LDK-s me LDD-n e Skënderajt jep një mesazh jashtëzakonisht fuqishëm, por nuk po lën kryesia qendrore. Unë nuk e di a është kryesia qendrore vetëdijshme me këtu që po i ban, ajo, po unë gjatë gjithë bisedimit që kemi pas me degën e LDK-s në Skënderaj, faktikisht ose aty ekziston një degë me një 13 anëtar të kryesisë dhe nuk është asnjë në ndegë, ama asnjë se kanë, janë vetëm 13 anëtar të kryesisë. Bile aty në atë anëtar të kryesisë ka edhe anëtar të PDK-s që janë kërshef ekzekutiv të PDK-s për 2 mandate ose 1 mandat, dhe tash janë anëtar të kryesisë, dhe ata normalisht që ata që bin vota për LDK-n dhe silon aty. LDK në Skënderaj i ka tash 380 vota, ma herët i kënë pa dikon mbi 3.000 vota. Unë po them një aksion i qytetarëve konkretisht për mua është marrë që janë mbledh 10.000 nënshkrime. Me ju dërgu kryesisë se LDK-s që unë t'jem pjesë e listës, ata po kërkojnë që mu mos të më zgjedhet numri, po ndoshet në majtë qesin një numër me shartë, ne të bojnë 130 numra në ma qesin me shart, ose të bojnë veç pe gjysë e kënej pe 50 dhe kënej prap me shart, ose në të qesin të fundit. Po si duket nuk kanë vullnet Isa Mustafa me bo këto, dhe nëse Isa Mustafa nuk ka vullnet, unë po thëmë sinqerisht se ka parti tjera që janë jo vetëm me marë, po dhe me të pagua po vjen. Po ne nuk kemi tipa që po mujmë, ata e kanë po,
atë filozofi politike tonë, ne kemi tipa që mujnë, ne kemi komën e gjadatën, sepse kom filozofi politike Ibrahim Rogos. Dhe ne nuk kemi ndryshu filozofi politike, në momentin që mendu me shku me bo një filozofi tjetër politike, ose në një parti tjetër politike, ne nuk kemi mujtë me shku. Nuk kemi mujtë me dalë për vetë vetës. Por, si duket politike ndikush e ka biznes, ne nuk e kemi biznes, edhe si familje, po dhe vetë, ne nuk jetojmë për politike, jemi mirë, falë begjet patrullit, nuk do të mi qitë dorën zemë, që këtë begjet patrullit që do, neve ne ka unë 760.000 euro pare. Për mi blej atë fabrikin që kemi atje, nësë kemi pas asë 20.000 euro, atëherë kërë kemi blej. Dhe më thonë, kemi morë 20.000 euro për me morë pjesë, ma ndej ne ka dhonë pare 360.000 euro tjera. Uhi Nezmedin Kelmendi, që e kanë hupa bilisje, Nezmedin Kelmendi ka dalë në akë dhe ka hupa bilisje, ka uplit e këja, dhe është një shok i juni, dhe është komplet mas ka dishmërije LDK-s me morë bilisjen, dhe ai 360.000 euro ne ka dhonë dhe ne kemi pagu fabrikën se tyve nuk kemi pas pare. Ma ndej, kur e kemi morë, kemi qida me tonë, në ka dhonë vare, fajzën po më ka sa për të një pare, se kishëm hipotekë, atër s'kishëm asë me la hipotekë, sa edhe tash për nga vjen për ditë të dera, sa për të një pare me dhonë, se jemi të i punu. Edhe pasurin tonë dhe me thonë që kemi bo me qëtu pare. Ta njena hitë të ndladit, të ndlash, kemi prodhu, kemi punu dhe kemi punu, jetoj me njës tonë. Dhe me thonë, nëse du të me shku dikun për pare, ne du të me shku me ndimu për gjithë patrollet, sepse ne jam buk për ti dhe jetojmë bukur mirë për ti. Nuk jemi të vetmit, dhe unë i falenderona jashtë zakonisht, për token që, se s'jemi të vetmit, që jënë për tjerë, pa ata dhe si falenderohen, edhe rajna, s'ja kanë kry paret, ne kemi këthy. Sa mësë me akësisë shumë ujtë një thamë këtë fjallë. Me gjithat, situata ka shku dheri këto dhe lija dramatike, unë edhe jetë po e thamë, po e përsëres, nuk ka asë një nevoj me bon koalicion me asë një parti politike. Lija dramatike, si o dasht me pasë edhe PSHDK-n atë, që e ka upë, unë bas informacionet që ka mund, PSHDK-n e ka upë lija dramatike, kanë bisedu PSHDK-ja me Isa Mustafën, edhe ajo ta kemi ftaft, dhe na ta kemë ftaf vetë emni PSHDK, se nuk është, nështë që kanë mira vota, po PSHDK që u konë gjithmonë krajë LDK-s, me shku në një vend tjetër është dami madh për lidhjen e atij Kosovës, dhe unë po frikojmë që LDK nuk po guxon me marrë pushtetin. Gjithsesi këto 10.000 nënshkrime janë faktikisht 10.000 votat e juaja do të shkojnë në AKR apo në PSHDK? Unë thëmë, unë PSHDK. Nëse. Unë PSHDK me PDK-na? Kur njëtë. Pse ju po thoni që PSHDK-ja ka marrëdhënie? Ka, unë kur, në qoftë se shkon, po flasim, në qoftë se nuk po flasim se së di, unë ta sigur se di, po në qoftë se PSHDK-ja më shkon me PDK-n, unë po ta shpjegoj qytetarëve, qytu e dera e xhenetit, edhe PDK-ja drejt në xhenet, qytu e xhenemit, unë e vetën. Nuk himre këtu në xhenet kur, drejt ka. Në zjarë në matë madhë ku kolma. Kur mirë, po nuk ju garanton kjo edhe nëse hyni me listën e Begjet Pacollit, nuk ju garanton që nuk do të keni një koalicion tashëm me PDK? Saj përket koalicionëve që bëhet ma vënë ishte lashmi i ditë, sepse gati këtë koalicion s'pej përcakta, ishin këta lider të Kosovës. Jo koalicion për daktojnë ata lider tjerë, për vjen ai për Amerika, atë për që ati letër, bënë që tonë, këta pëthoj nuk kryjë. Në pishon, po me gjithat, ne jemi të bonë një farë presion politik, ledë kësa për danë me fitu zjedhet. Gati e sikur në kuvendin e 6 është një farë forme e presionit të moni o burra se për e mera për edhe këni me jo dorë t'ju vashimit. Dhe ljedhë më adike si kur lodhë për disa njerëzve janë që edhe 7-8 mandate dhe jetë aty avotën edhe janë vjetru pak, ata po kanë qef veç me morë për skaqme edhe familjarët e ty në mishmegu, ndërsa në anën tjetër janë lidhën bishtë e kry me PDK-n, një pjesë e kryesisë. Dhe për ne jemë të papranueshme, megjithatë ne asnjëherë kur kemi qenë edhe me në Gjadacin edhe me gjitha kur kemi një kanale, ne nuk dalim për kanale, po tash jemi që thojnë shejtar të lirë. Dhe ne kemi mundësi me kritiku se cilën apo më thonë dhe për kjo është ajo arsye gati këtu një farë si analizë që jemi të e bo, sepse ju e dini PDK-ja në kokra pej djeg lidert.
një djegje tillë e bone me Ramushadinin, e morën të petku që qiti dhe të aeroplani, e qiti një 4-5 FSK, aty a 23 FSK, e priti me të petkuq, edhe i tha ti je kryeministri, a i për me dofte që jo kryeministri, kur unë të unë jam kryeministri të vërte, dhe kjo ndodhi me Akën, me Ramushadin për kundër asaj që ai vinte prej një presionit madh një gjykatë e jashtëzakonisht fuqishme me gjyqit Hakës. Dhe ky mashtrim që ka bërë, domethënë nuk e di si unë e pranoj, po ka ndodhur, e kemi pa. Në të gjithë, jo vetëm unë, po të gjithë kemi pa. Mandej mashtrimet që e ka bërë Pradazi jashtëzakonisht Isa Mustafa që e ka bërë president. Dhe mu më të kësi njëti mashtrim edhe sëtë. Në më thonë sepse në formën reale kishtë të drejtëve dhe dosja që thonë të që në kohë që ka bo këtë të më shku qeveria mërduhe, jo kuvendi, si kur fajtuar për gjitha në kuvendi. Për këtë gjendje situatën në Kosovë, u ndëshku kuvendi sëtë. Në analizat që unë i kam po, është në ndëshkim i kuvendit Kosovës. Po, lidhë këja, mu më dakë që në bëtë liçket bisë në sakitës të marrë diçka në më shumë e bon. Që shtu më dakë, me gjithat, na jemi këtu tash, shumë ka kaku, na i bojmë apel kryesit lidhë më adhike Kosovës, që në qose ka guximin, në qose dëshiran me konë partije para, aja do të me reflektu pozitivisht, me bashku copat e saj. Sepse e kemi një shembull konkret në Shqipëri, kur Partia Socialiste ka bashkuar gjitha copat socialiste. Dhe largë ka mujtë Sali Berisha, pse unë jam Sali Berisha. Ka mujtë largë. Ndërsa nëse nuk i bashkon Sa Mustafa ka më mbet larg, ashtu më thoshit. Faktikisht nuk do të jetë shumë larg, po për pak vuk ka më mbet mbrapa. Bëhet analizat mia. Ma mund të flasim për analizat, tash do të flasim pak për mediat edhe për raportin e juaj me mediat në Kosovë, duke ditë se keni pas të lashë edhe me Klan Kosovën, edhe në përgjithësi po mendoni që po keq kuptoni në media, pse kështu? Jo, unë jam si personi dashtëm për media. Veç nështë për ata udhëhecit nuk jam bashkëfort i dashtëm, se për gazetar jam jashtëzakonisht i dashtëm. Në kohën e Kosovës, kur kam qenë në gjithë gazetarët, dhe më thonë, unë kam qenë si tip edhe ka pak shako, kam qenë i dashtëm. Sinqerisht ata gazetarët kanë ardhur, kemi bisedu, kemi pi kafe edhe s'ka kush që se ka marrë ose i shako, ose për mi. Ndërsa me Batan Haxhiun ka qenë pak më ndryshe, sepse atëre kur kam shku në Batan Haxhiun, Batani është pak si provokator, ka qef në farforë me gurën e fshef dorën edhe më bo trim për para hallku aty, kur të në Kallabllaka, me thonë jam Skënderbeu, po me gjithat, unë po shpjegoj se ne kemi të kalu ato me Batunin, e kemi të kalu në gjykat. Do të thotë unë, a im ka ofendu mu në televizionin vetë, dhe unë e kam patit në gjykatën komunale, dhe unë jam edhe kështu pak si tip kur të marrë unë me dikon, hajde pajtohëm pa borë, tha se edhe thaj po, me gjithat bajtoni gjatë luftës u konë një person 9 grada në ushtrinë qëllimtarët Kosovës. E i kom pasoni Erbatonin, të Albadlova e Batan, pasha zotën edhe kjo koma e vërtet, e nimi morka e dhomshin u që këja, kur shënda Batan Haxhiu. A i ka pasajnë në tonë njëherë, thaj shabe i morka, mësë mi morë. Po, nëse të kemi pas për cilë, apo të po një mi morka, si jam te pa dhe të ke pas për cilë dhe ke pas kaltu. Me gjithat, ta i ma vën, e pat vrasër bja, e shpallë vetë në rarë, ta një u bon edhe fikur. Ma vën edhe ma vën, u bon edhe bashkëpunëtori i qeverisë Republikës Kosovës, apo edhe i shërbimit informativ shek. Edhe ka pas Makallaja, ose njeri kur din diçka për një shërbim tjetër, ka let me kalltu një shërbim tjetër, kur zin së merë kërkosh. Edhe ty si gazetare që je, e ki zarë me shku me punu në një diskun tjetër, pos në mediume. Është zanati, apo kështu që është letë, dhe më thonë, si gazetar, punoj në koeditore, ma ndaj u shau me koeditore, e prirë, tash ne ka po një të licen vetin, e ka mund që ja i më rejnë mu me kamera me ata gazetarë, nështë pak që jam dashtën për gazetarën, në këtë me kamera më rejnë për mëra pa gjithë, ne jemi pajtu, faktikisht, për mes media po dëgjoj që a është e vërtita sërtën se di, 180.000 marka euro ja kanë dhonë Batunit LDK-ja për me organizu fushatën e ty, a është e vërtit këse di, s'kisha pas qep me konë, po në më dhe mund tjetë.
Edhe mund të jetë, gjithçka mund të ndodhë dhe sidomos në këto ditë para zgjedhjeve në Kosovë. Tash gjithsesi do të flasim pak për prognozat e juaja në këto zgjedhje. Po mendonim? Unë para atëherë në parë më ka pas thonë se Evliaja ke qëllu se që ka më bon komi mor hashimi. Po, ajo të shohim tash, pishkruj. Ajo konë këtë një realitet, sepse e kam pas ditë që hashimi për e merë sepse LDK së fradanë, faktikisht për i përzon militantet. Mirë. Dhe nëse në këtë radhë LDK i përzon militantet dhe si bashkan copat, LDK kom i dalë me 1.000 vota për para. Prap? Me 1.000 vota. Jo më shumë se 1.000. Nëse i bashkan copat, LDK kom i dalë me 30.000 vota për para. Nëse i bashkan copat, LDK, i del PDK-s 30.000 vota për para. 30.000? Pse ky ndryshim ka që madh? Po të shpjegoj se gjithë qita, që i përmena më herët, në iniciativën, Fatmir Sejdiun, i rrëthojnë 30.000 vota. I rrëthojnë 30.000 vota në gjatë. Kurse këta 1.000 vota ndryshim që do t'i fiton, mendon që këta njerëz do të abstenojnë apo si? Jo, dhe më thonë, sepse këta tonë, dhe më thonë, nuk do t'jenë ka që me një mulli dëkës. Që ose LDK i hudhë. Ose do të abstenojnë, ose do të dalin, ose do t'jedhënohen, do të shajnë, që LDK mund të ketë një rrezik edhe për juve, në bazë të informacioneve të mija. Rrezik për neve? Ta shofim. Vetëvendosja. Vetëvendosja është mënu me lu rolin e opozitës, dhe dhe i dikun kam rri me lu rolin e opozitës, faktikisht edhe me fitojnë që... Sa do të ketë përgjindje në zhjede? Vetëvendosja do t'i ketë një 12 deputet, unë mëne. 12 deputet? Më shumë jasë pësaj, sepse e nëse ndodhë, kjo që po thamon ka rrezik me shku këto disa vota vetëvendosjes nga këto 30.000. Nga këto 30.000, të cilat pretendohen t'i dalin për para PDK-s. Kemi AAK-n edhe AKR-n. Faktikisht, AAK-ja është një parti parlamentare për fillimin në Kosovës, tash është edhe konsoliduar, ka të lashe sot Dalja Aramis Kelmendit. AAK-ja po, vetëm kemi për herë të parë mas 10 vjetë dhe Ramushin sërish në fushat. Kemë fushat, po kemë Dalja Aramis Kelmendit nga AAK-ja sot mund të sjellë dëm, sepse ai ka një numër të madh punëtorëve që kanë punu edhe që punojnë. Mund të sjellë dëm, unë mendoj kështu. O flasë për sotën që ka ndodhë së dje se këshumë ditë që pëndodhë. Dhe nëse flasëm për ramje, AAK-ja ka fitu obilisëm për shkak se ju një dhu LDK-ja mes vete. Gjithmonë LDK-ja faktor. Faktor. Gjithmonë. Dhe më thonë ka fitu AAK-ja obilisën dhe vetëvendosja ka fitu Prishtinën për shkak se LDK-ja u dhu mes vete. Kjo në realiteti kryesor, nuk është shkaku që ju në botë gjithë kundër LDK-s, se LDK-ja ka pas tonë kundër gjithë. Peqe në bon me ditë, tonë e kënë pas kundër. Zjemonin me në atë kohën, kur është kohën president Rgoqës, që s'te ke kërkush me bon me LDK, pëse kishë 47 deputet, 49. 50 të disa, besa e në parë. Dhe me nuk dojshin dhe me thonë, sepse kishë gjallë të torë kutërshtarë. Dhe kjo s'ka ndryshu kur asë njerë me LDK-n. Dhe me thonë, veç LDK-ja, dhe me thonë, është ajo domi vetë vetës. Sepse obilishin, mësme konë LDK-ja keq me vetë vetën, kishë me fitu LDK-ja. Edhe Prishtinën mësme konë keq me vetë vetën, sepse ju edhe një person i AKR-s që ka dalë me Bjanin Sejdiu, i ka marrë 6% vota, ato 6% votave janë shumë, dhe ata tjerë që janë me Fatmir Sejdiun kanë abstenua, dhe ata që më kanë gu mu, s'ja kanë dhe votën i Samoslavët, dhe thotë ne jemi ata që kemi pengu fitore në isë, jo ata tjerë. E parashoj kështu, sepse e kemi lutë Isa Mustafën, hajde bre burë, bëhemi bashkë, e mujmë, Hashim Thaqin, e kemi lutë para një 2 javë në Skënderaj, o burra, a bëhemi tonë që shina konë, sepse është interes edhe i gjithve, pa dhe i Kosovës. Dhe kjo është ajo, ndërsa AKR-ja e ka një pjesë votave, do të kalej pragun, edhe AKR-ja, do me thonë, mbi 5% të kalej, sepse i ka 2 komuna. I ka 2 komuna e zakonisht në komunën e Gjakovës edhe komunën e Mitrovicës, edhe ka, do me thonë, me një matematikë vogël, në qoftë se 120 deputet AKR-s i morin vetëm 400 vota, se cili për tyni, bojnë 35.000 vota, 40.000 vota, që mjaftan me konkurent kërë obligës Kosovës. Dhe, do me thonë, ekziston mundësia që AKR-ja, dhe thonë, ekziston mundësia, për thonë sinqerisht, që me ata që nuk i kanë durët me gjak, ne të ndihmojmë, edhe nëse nuk jemi listën e LDK-s të ndihmojmë dikuj tjetër.
Nëse shtyjnë ata, domethënë, dhe s'dojnë, mos i s'dojnë, edhe në stacionistën as ta kërkuj se s'du me kon atje, po minimumi më se du m'ja kthy atë nerën që mi kanë parë. As du me kon ata. Se dia, kupton, domethënë unë do m'ja kthy nerën, po ndoshta me to zbona, po minimumi dhe më. Për shkak se unë LDK-s unë për LDK-s unë kam fituar vetë një 6 plagë në trup. Edhe një 5 plagë ka vllavja. Edhe çka ke që ta shoh dron. Fitoria, domethënë fitoria çka. Po kus kemi jek dorë për saj. Gjithë jemi kon. Kur do të jekëm dorë për saj për shkak se jemi ndonë ta super jetë parë në gjithë parti. Okej, do të flasim pak edhe për nismën dhe ku parashikojmë që do ta kaloj Prakun dhe sa do të ketë sukses në këtë zgjedhje edhe do ta përfundojmë. Nisma unë mendoj që për pak s'ka mundësi me kalu Prakun. Për pak nuk kam më mujt me kalu Prakun. Vetëm për pak s'ka mujt me kalu Prakun. Mendoj kështu. Për pak, edhe problemi kështu sepse kam provoj, ne jemi ndapë një parti të mëdha politike. Do të thotë dhe jemi do për gjysmë në një kuvend. Sepse dhe kemi pas bazën fill. Ka qenë baza gjysma automatikisht ka qenë e formune. Edhe kemi mrit me kom partia e tretë atëherë, dhe më thonë që me një kuvend me 2-3 deputet, ndërsa këta nuk janë ndohë për kuvendi. Këta janë ndohë për shkak të interesave, faktikisht interesave personale, unë menaj, dhe së në skedraja ata s'mujnë me morë vota. Në Renasi morin disa, më lëshevin mund t'i morin një 70.000 vota, dhe unë se besoj që mund të morin vota shumë. Në më thonë, kjo është përshtypja e me, unë tash edhe në këtë forcito. Po zoti, parlamentar, sot ta shifemi mas zgjedhje. Fjala e fundit në Parlamentin e Kosovës sot kishte. Për kryetar kuvendit kur maj. Po pja i kjo. Për tjetë të sërë, po. Nashta veç për kryetar kuvendit s'ka. Zoti Gani, falimderoj shumë që ishit pjesë e kësaj interviste sot me neve. Ju falimderoj për ftesën. Ju uroj një sukses. Faleminderit shumë. Ju uroj që LDK ju mbështet pak sepse ju një mbështet kryesorët lidhje demokratike dhe nëse sy mbështet do të kenë të lashëm me ju. Si medium. Faleminderit shumë, faleminderit për intervistën. Shikues të nderuar, rrini me neve sepse unë do të kthehem sërish.